Përshëndetje të gjithëve. Atëherë unë jam këtu sot për të paraqitur 4 nisma të marra sot për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në Komitetin e Programeve Strategjike sot u miratua një nismë shumë le të themi e rëndësishme, sistemin e kanalizimeve për qytetin e Durrësit dhe konkretisht për 3 zona, në Spital, dhe në Porto Romano dhe në Shkozet. Kjo është një aplikim që do bëhet në kornizën e investimeve të Ballkanit Perëndimor, ka një vlerë rreth 67 milion euro, nga të cilët nëse përfitohet ka rreth 47.7 milion euro grant. Patjetër në këtë projekt ne mbështetemi nga Agjencia Franceze e Zhvillimit në kuadër të nismës së 2 marrëveshjeve qeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Francës së vitit të shkuar. Pse është i rëndësishëm ky projekt? Sepse së pari ndërtojmë kanalizime në një zonë rezidenciale të Durrësit duke i dhënë zgjidhje totale të qytetit Durrësit, trajtimin e ujrave të ndotur në impjantin e trajtimit të ujrave të ndotur, por po ashtu ka një element të rëndësishëm edhe për sa i përket detit, pasi edhe ujrat e ndotur apo ujrat e shiut tashmë trajtohen nëpërmjet impjantit të trajtimit të ujrave të ndotur. Siç e thash, ky është një projekt i miratuar ditën e sotme në të cilën do aplikohet në kornizën e investimeve të Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, në mbledhjen e Këshillit Ministra, u mor një vendim i rëndësishëm për sa i përket hekurudhës Tiranë-Durrës dhe me segmentin e aeroportit Vlorës, një hua me Bankën Evropiane të Rindërtimit dhe Zhvillimit në vlerën rreth 11.7 milion euro, nga e cila edhe këtu, me anë të kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor, ne kemi përfituar rreth 12.5 milion euro grant. Ky është një projekt që ka një vlerë të rëndësishme, sepse vagonat apo le të themi gjithë trenat e kësaj hekurudhe do jenë të elektrifikuar. Pra kemi elektrifikimin e hekurudhës Tiranë-Durrës, duke bërë kështu që së pari le të themi ulim dhe kemi zero emitime karboni, së dyti futemi në vendet e zhvilluara të cilat patjetër kanë kaluar në elektrifikim të hekurudhave, mund të vijohet pastaj edhe me përdorimin e energjisë së rinovueshme për përdorimin e energjisë në këtë le të themi hekurudhë dhe patjetër që i jep zgjidhje fundore pastaj dhe gjithë le të themi projektit të hekurudhës Tiranë-Durrës duke përmbyllur dhe ciklin e elektrifikimit. Dhe në mbledhjen e qeverisë kanë kaluar dhe 2 vendime shpronësimi, një shtesë shpronësimi në qytetin e Shkodrës, në hyrjen e qytetit Shkodrës, e cila tashmë mundëson vijimin edhe aty ku kishte mbetur për disa segmente shpronësimi të zgjerimit të hyrjes së qytetit Shkodrës dhe një shtesë poshtu shpronësimi për nyjen e Milotit, e cila edhe ajo kishte 2 elemente shpronësimi që kishte nevojë të adresoheshin. Të dyja këto vendime shpronësimi bëjnë të mundur përmbylljen e këtyre 2 investimeve. Faleminderit. Zoti Ministër, me datën 9 mars, kompania e vetme në garë për portin e Durrësit duhet të paraqiste ofertën e saj finale. A i ka paraqitur kjo kompani ofertën dhe nëse po, cilat janë hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrë Ministria dhe nëse jo, a është anulluar tenderi? Faleminderit. Po, në fakt është bërë dhe publike, e pash para se të hyja këtu që kishte dalë edhe le të themi në disa media tërheqja e ose e operatorit ose ofertuesit në këtë garë. Po, në fakt kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye krejtësisht ekonomike, duke qenë se për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës, ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi, dhe patjetër kjo kontraktori ose ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Duhet dhe që të cilën komisioni do vijoj me vijimin e procedurës. Patjetër dua të rikujtoj faktin që para 2 ditësh kryeministri u shpreh për këtë projekt, i cili e tha shumë qartë që ka aktor le të themi të llojeve të ndryshme, të cilët përpiqen që ta frenojnë dhe sabotojnë këtë projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor të vendit për qëllime të ndryshme, le të themi duke përfshirë dhe qëllime ekonomike. Patjetër ne do ndërtojmë një skenar tjetër në bashkëpunim patjetër me qeverinë, që dhe çdo faktor apo aktor tjetër nuk do mundet që ta frenojë këtë projekt, sepse ky është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. A ishte në ndjenjë që kompania e vetme në garë ka pasur influenca ruse, pra ka pasur lidhje me aktor rus?
Kjo është një aludim, unë di që gjatë gjithë procesit të prokurimit të kësaj gare, Autoriteti Portual i Durrësit është konsultuar dhe ka patur një kontratë të posaçme me kompaninë më të madhe, do thoja, në botë për sa i përket çështjeve portuale, Royal Haskonen të Hollandës, dhe patjetër do ketë qenë pjesë për gjithë dokumentat ligjore kanë qenë pjesë e vlerësimit të tyre. Kështu që unë mendoj që konsulenti Royal Haskonen do e kishte parë nëse do kishte patur këtë lloj ndërlidhjesh që thoni ju. Po amerikanët çfarë shqetësimi kanë pasur që u janë drejtuar juve me një email duke ju kërkuar të anulloni tenderin? Kush janë amerikanët që janë drejtuar? Është kryetari i dhomës së tregtisë amerikane në një email të publikuar që e keni marrë edhe ju, i cili ka shprehur shqetësimin dhe ka kërkuar qeverisë të anullojë tenderin për Porto Romano. Shiko, patjetër e kam lexuar në media dhe mund ta kem parë dhe emailin përkatës. Duhet të theksoj, siç e thash, projekti i Porto Romano ka mbi 2 vite, i cili është ideuar me konsulencën e Royal Haskonen dhe patjetër ka patur fazat e veta procedurale. Kushdo ka mundësinë që të shprehë opinionin mbi këtë projekt, por fakti është që ky projekt ka qenë i standardeve dhe është i standardeve ndërkombëtare dhe siç e thash edhe i konsultuar nga kompania më e madhe e porteve në botë. Ndërkohë që do ndodh me Durrës Marinën, a sjell kjo vonesë në ndërtimin e portit të ri tregtar, le themi pengesa në projektin tjetër? Nuk ka vonesa, sepse Marina është ndarë në disa faza dhe kontraktori është duke punuar në fazën 1 përkatëse, e cila nuk ka lidhje fare me pjesën që jemi duke folur. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, sot sapo kemi miratuar marrëveshjen tip e cila do të lidhet nga agjencia e Bregdetit, agjencia kombëtare e Bregdetit. Kjo marrëveshje do të garantojë cilësinë e shërbimeve për stacionet e plazhit në brigjet tona, por patjetër dhe liçenet. Është një marrëveshje e cila sjell një risi shumë të rëndësishme, ku të gjitha të ardhurat që do të garantohen si rrjedhoi këtyre marrëveshjeve do të përfitohen nga njësitë e veçërisë vendore dhe po ashtu me vendim të këshilleve bashkiake ku do të miratohen dhe tarifat prej këtyre këshillave, gjithashtu do të kenë të drejtën që në mënyrë periodike të rishikojnë këto tarifa duke parë dhe zhvillimet lokale që kanë ndodhur në përbashki. Kjo marrëveshje garanton, siç e thash më lart, cilësinë e shërbimeve, unifikimin në nivel kombëtar të gjitha marrëdhënieve kontraktuale që lindin me investitorët dhe besoj që kjo është një nisëm e cila mbi të gjitha është dhe përfituese për njësitë e qeverisë vendore. Përshëndetje të gjithëve, në mbledhjen e sotme të Komitetit Planifikimit Strategjik që parapriu mbledhjen e qeverisë, u miratua propozimi i Ministrisë së Arsimit për hartimin e strategjisë arsimit 2027-2032. Jemi në vitin e fundit të strategjisë pararense dhe shumë zhvillime të reja kanë ndodhur, kështu që në të dy shtyllat kryesore që administrohen dhe drejtohen nga Ministria e Arsimit, arsimi para universitar dhe arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor, modernizimi i kurikulës për gjithë sistemin e arsimit para universitar që ka filluar që në këtë vit shkollor me klasën e parë të 6 dhe të 10 do të vijojë deri në vitin 2032 derisa të mbarojnë të gjitha vitet që ndjekin nga klasa e parë deri në atë të 12. Do të vijojë me të njëjtin prioritet dhe intensitet plani për teknologjinë e informacionit brenda sistemit parauniversitar, si në menaxhimin e sistemit përmes asaj që quhet platforma SMI, por edhe vazhdimi i pajisjes shkollave deri në 1000 laborator inteligjent dhe pajisja e të gjithë mësuesve, sidomos në sistemin e mesëm të lartë, ajo që quhet ndryshe gjimnazet me laptop në shërbim të mësuesve të gjimnazeve. Nga ana tjetër kemi disa projekte konkrete që do të jenë pjesë e kësaj strategjie, siç është ndërtimi dhe krijimi e hapja e liceut francez me orientim shkencën dhe teknologjinë si një produkt i përbashkët i marrëveshjes së dy qeverive, asaj franceze dhe shqiptare, sigurisht në qytetin e Korçës,